Procesi për miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në Maqedoninë e Veriut vazhdon të mbetet i paqartë sa i përket afateve, pavarësisht se i njëjti ka marrë dritë jeshile nga Komisioni i Venedikut. Bilal Kasami nga koalicioni Vlen deklaroi se po punohet për një zgjidhje të qëndrueshme, por pa specifikuar se kur pritet të finalizohet ligji. Edhe në këtë rast, si në shumë raste tjera, po punojmë që të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme, sepse përvoja me gjykatën kushtetuese dhe kontestimin e të njëjtave na bën që të jemi më të kujdesshëm. Konform edhe sugjerimeve të Komisionit Venedikut, do të përpilohet drafti i ligjit dhe i njëjti do të lëshohet në procedurë. Do të përpunohet përsëri, nuk do të refleksioni i cili. Jo, do të thonë aty konform varrejtjeve të atyre, sigurisht që do duhet që të përpunim, jo në çështje sepse në komisioni nuk ishte vërejtje substanciale, por në gjithë ato vërejtje sigurisht që do duhet edhe formati i ligjit të jetë konform sugjerimeve të komisionit. Ndërkohë, shqetësime për mungesën e përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet e sigurisë ka ngritur edhe ish-zëvendës ministre e mbrojtjes Elfete Ismaili, e cila reagoi ndaj zhvillimeve të fundit në Ministrinë e Mbrojtjes. Në kursin për oficer para një muaji e ca, janë përzgjedhur 16 kandidat të gjithë Maqedonas, pa asnjë përfaqësues shqiptar. Në misionet diplomatike, e njëjta logjik përjashtuese po vazhdon. Në Bruksel, NATO, asnjë shqiptar. Në Berlin, një atashe shqiptar zëvendësohet me një Maqedonas. Në Ankara, një tjetër shqiptar zëvendësohet dhe në vendin e tij merr përfaqësues nga një nacionalitet tjetër. Kjo nuk është rastësi, kjo është një qasje sistematike që po vazhdon. Kjo nuk është çështje e meritës, siç mund të tentohet të paraqitet. Është çështje balancës, e drejtësisë dhe respektimit të një realiteti multietnik që nuk mund dhe nuk duhet të injorohet, thuhet në reagim. Nga ana tjetër, para ca ditësh, kryeministri i vendit Hristijan Mickovski ka premtuar se ligji do të procedohet së shpejti në kuvent me rekomandimet e Komisionit të Venedikut. Por edhe pse kanë kaluar disa muaj nga shqyrtimi i ligjit në Komisionin e Venedikut, në Shkup nuk ka pasur hapa konkret drejt miratimit të tij. Projektligji parasheh krijimin e një organi koordinues që do të monitorojë përfaqësimin etnik në sektorin publik, do të kryejë raporte vjetore dhe do të propozojë masa në rast të pabarazive. Ligji synon të zëvendësojë mekanizmat e njohur si balancues, i cili u shfuqizua nga gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut në tetor të vitit 2024. Pas akuzave për abuzime në procesin e punësimit. Megjithatë, opozita shqiptare ka shprehur rezerva ndaj draftit aktual, duke vlerësuar se ai nuk përmban mekanizma të mjaftueshëm ndëshkues dhe rrezikon të mbetet vetëm në nivel rekomandimesh. Për më shumë se 2 vite vendi mbetet pa një zgjidhje ligjore që garanton përfaqësim të drejtë dhe adekuat në institucionet shtetërore, ndërsa pritjet për miratimin e ligjit vazhdojnë ende.